Vetëm ata një nga ata dëshmitar që më sollën në gjyq. Të tjerët nuk njihnin njëri fare. Edhe dolën edhe ky më ka thënë kështu, ky më ka bërë propozim për të hyrë në grupin e tij, e të tjera gjëra. Ato që i kishë mësuar Etusit të thoshin aty në. Thash vetëm Athanas, po edhe me Thanasin unë s'kisha asnjë lidhje të tillë, vetëm kishte ky Thanas Qeleshi se me ata njihesh. Cili ishte vendimi i gjykatës Korçës për aktivitetin tuaj? Vendimi i gjykatës Korçës ishte unë u dënova me 23 vjet burg. Kurse Thanasi dhe Dimitri u dënuan me 25 vjet. Bile, ky Reshatlis ka më tha që të bëj, tha që ata janë më të mëdhej se ty në moshë dhe janë të dy me shkollë të lartë, pa ti do t'ishe në krye të listës. Po s'kam se si ti çvendos ata më poshtë dhe të le ty lartë. Kështu që përfitova nga ky rast. Përfitova unë 2 vjet nga 25-a. Se mund të kishe marrë unë 25 apo plumë. Një gjë do të them, që arrestimi tonë u muar vesh edhe në Amerikë edhe në Moskë. Se arrestimi tonë nuk u bë kështu kot, po ju bë që ja amerikanët nuk na lënë rahat edhe rusët. E si ndodhi kjo? 3 ditë mbas arrestimit tonë, Radio Moska jep një lajm që në Korçë është arrestuar një grup prej 3 vitesh dhe akuzohen sikur janë bashkëpunëtorët tonë. I kërkojmë qeverisë shqiptare, në qoftë se ka fakte që ata janë bashkëpunëtorët tonë, duhet të marrim pjesë në gjyq që të mbrojmë neve veten tonë. Të mbronin ata veten e tyre, jo ne. Kurse në zërin e Amerikës ka dalë që është arrestuar një grup në Korçë si kundër revolucionar, po ama që janë injektuar dhe janë paguar nga ne. Edhe Amerika këta ju kërkoj. Në qoftë se ata gjatë etusisë do pranojnë që janë bashkëpunëtorët tonë, duhet të marrim pjesë edhe ne në gjyq që të mbrojmë interesat e kombit tonë. Këto domethënë që ishin marrë vesh në të dy kampet. A apeluat për dënimin e dhënë? Unë jo. Nuk apelova. Nuk apelova se ishte një gjë e kotë. Unë të gjitha ata që kanë apeluar s'kanë përfituar. Me përjashtim të atyre që dënoheshin me vdekje. Atyre ja u bënte komanda. Gjoja ishte, se edhe ajo ishte një farë presioni psikologjik që të dënoj me vdekje. Të shineve do të falim jetën ty, po do të bashkëpunosh me ne. Gjatë procesit në paraburgim, ajo është bërë në një kërkes, në një mundësi që ju të faleni? Po, jo mundësi për të falur, jo, për të gënjur. Mbasi jemi dënuar, na kanë thirrur të treve ne, tek e tek, në Etusi, po jemi thirrur në prezencë të kryetarit të degës, të shefit e Etusisë dhe të shefit sigurimit. Në Korçë në atë periudhë ka qenë Rakip Hoxha, kryetar dege. Erdhi polici, ishim dënuar, kishim marrë dënimin, na u bë propozimi për të bërë apelimin, që nuk e pranuam. Edhe qëllimi që nuk e pranuam ishte kjo se përgjigja e apelit mund vonohej ndë 1 muaj, 2 muaj. Neve na ishë mërzitur jeta aty në ato biruca, e deshim të dilnim sa më parë nga biruca. Kështu që edhe kjo ishte një arsye që nuk e bëm apeli, duke ditur që apeli ishte një gjykot, nuk ishte në një. Isa për të zgjatur ato vuajtjet e ato mizorit në për biruca. Të kërkojmë falje neve për këto që kemi bërë, ne ato i kemi bërë. Pavarësisht ishte ajo sistem edhe i njinim atë sistem që edhe të dënonte. Ne kishim menduar më përpara që po të kapshim. Po të kapshim aty do përfundonin. Bile falë Zotit që edhe s'na hoqën e ndonjë plumë, se edhe mund ta bënin, si ishte ndonjë çudi e madhe. Cili ishte propozimi i kryetarit degës? Ja, këtu do dalë. Na thërresin neve në kryetarit degës.
unë Rakip Hoxhën e kam njohur personalisht për arsye se të shoqen e Rakip Hoxhës aty ku punoje unë në një galanteri në Korçë, ishe edhe si përgjegjës i galanterisë. Kjo ishte arktar. Rakipi tash kur shkonte më thosh mua, ajo gruaja do vonohet një çik sot se ka fëmijë, se kish fëmijë. Do vonohet çik ose no njerëz vjen fare sot se s'është mirë. Çfarë ti thoshe unë Rakipit, pse s'vjen gruaja në punë, është kryetar deg. E kështu që njihej personalisht me Rakip Hoxhën. Na mori policin, na çovi te kryetari, ku ishin prezente edhe shefi jetësisë, shefi sigurimit. Di përse të kemi thirrur, tha Rakipi? Tash ti u bë me juve, tha, e muar dënimi. Po, dënimi, tha, ne ja u dham, tha, ne ja u heqim. Po si na hiqni juve? Atje është në dorë tuaj, në qoftë se do bashkëpunoni me ne vërtet ju dham 23 vjet burg, po ne t'i heqim prap, e kemi në dorë atë punë, po të bashkëpunosh me ne. I themo, shoku kryetar, ti je ga tropoja, kini një farë burni ju tropojësit, apo si s'kemi, tha, ne tropoja ne mbajemi për burni, tha. Unë e di që nuk mi ishtë një asë një ditë ga ato që më kini dhe njëve. Prandaj, më poshtërua deri këtu që më futët në burg, më lapë fëmijë të rrugëve, mos më poshtëroni me thash se unë nuk ja u pranoj këta ofertën tuaj. Ajo varet nga ty, tha, si të duash, thotë Rakip Hoxha. E tu si dhe shefi i sigurimit nuk folën asin fjalë. Mirë, tha, mere i tha policit, zbrite poshtë. Ka që ishte? Mbas 3 ditë më thërret Rakip Hoxha. Dëgjoj se është për të... Rakip Hoxha ish kryetari i Degës. Tash i ka vdekur, nuk jeton me, po e ta dëgjojnë djemtë e tij në qoftë se ju bie. Më thotë kështu. Është interesante, ja. Dëgjoj, unë jam kryetari i Degës. Po të them një gjë. Re vetë këtu, tha, mos merë të tjerë më qafë. Ikta të shi, edhe në qoftë se, miru pafshim. Kjo ishte takimi fundit që kam bërë me Rakip Hoxhën. Edhe kjo më ka mbetur një jetë në mendje, edhe sot, për atë fjalë që më ka thënë, re vetë këtu, mos merë të tjerë më qafë. Nuk ishte e pakët në ato momente edhe në ato kushte të thot një njeri një fjalë të këtillë. Që do të kuptoj me këtë ne? Unë me këtë duhet të kuptoj që kishte edhe njerëz të mirë, pavarësisht se ishin ato organe, po kishte edhe njerëz që kishin shpirt të madh. Këtë duhet të them me këtë fjalë. E mandej, ku e vojtët dënimin, në cilin burg? Qande unë kam shkuar në burgun e Tiranës. Se burgu e Tiranës ishte qendra e grumbullimit, të pastaj shpërndaheshin në për kampet. Shkuam në burgun e Tiranës, unë dhe Dimitër Zgurua, kurse Thanas Qeleshi shkoj ishte i smur e qua në spital. Nuk erdi me ne, aju shkoj në Balç, pastaj ne shkojmë në Spaq. Në burgun e Tiranës kam takuar Koço Tashkon. E këshin sjellë që nga Bureli, ishte në burgun e Bureli, e këshin sjellë që nga Bureli, Koço Tashkon, edhe Femi Frashrin. Femi Frashri ka qenë ambasador ekonomik në Bashkimin Sovjetik, në Çeki, në këto vendet e lindjes. Edhe i kishin marrë në pyetje Koço Tashkon, Kadria Zbiu, edhe i kishte pyetur që qarë ke se në atë periudhë kur kemi ranë neve ka ranë edhe grupi Beqirbalukut në burg, që janë arrestuar.
Edhe e pyeste Koçotashkun, Kadriazbiu që çfarë ke biseduar me Beqir Ballukun kur u prishën me Rusin. Koçotashku ishte me të vërtet një njeri i squar. Pavarësisht se çfarë bindje kishte, po ishte njeri shumë i squar, shumë intelektual, shumë inteligjent, ama ruante pikpamjet komuniste. Pavarësisht se kishte bërë gjithat burg, kishte mbetur 25 kg, si pesh, po ato ruante, ato mendime, ato ideale. Mirë po i thot këti, ti lutju Zotit, pavarësisht se unë jam ateisti, ti lutju Zotit, o të vdes unë, o të vdes Enver Hoxha, se pas një 3-4 vjetëve, do të më thëresin e do të më thonë çfarë ke biseduar me Kadriazbin kur u prishë me Rusit. Ajere ku e goditi. Edhe kur erdhi në Etusi, e kishte këtë syrin këtu vetullën këtu të qarë, e kishte vënë një letër, kështu gazetë për e matë. Kur erdhi aty në Kaush, i thoshin aty. Kur erdhi në Kaush, i themu në, ç'ke mo Gjako që thash? Me tha mua, nuk të flas do të këtu, tha. Po kur të dalim në ajrim jashtë, do të lafos. E mirë, nuk ishte shumë, pas në gjysmore kemi dalë në ajrim, dhe si ish puna? Goditi e u qeni, tha. Kush qenë, më i thash? E u qeni, tha, e u labi. Më po, kush labi, thash, se shumica labër janë aty, thash, se marrvesh për ke lavin, Kadriazbiu, tha. Po pse? Po, se i thashë, tha që kështu, si që ta tregova historinë, që do të më pyesin për ty pas një 3-4 vjetë. Po pse i the kështu për ty? Se kështu ka për të ndodhur, tha. E në qofë se s'ndodhë, unë jam plak, tha. Në qofë se s'ndodhë kështu, tha, që këta, tha, të hanë njëri tjetrin, tha, deri sa t'jenë, sa të roja i, tha. Kur të dalish nga burgu, ti se je i ri, tha, ti do dalish. Kur të dalish nga burgu, tha, po më gjete gjallë, do më japësh një kafe. Po të ke vdekur, do vish të më ndezësh në qiri. Pavarësisht, tha, se jam ateist, po jam i krishter. Edhe kur kam dalë nga burgu, kam shkuar në Adriatik, se ishin të internuar në Adriatik, në të fermë, më tanë Suktit, afër detit ishte një fermë, ne? Kam shkuar dhe i kam ndezur një qiri në bivarin e Koçës. Po midis të tjera është bisedonje me te, i thoshe, dëgjohet, gjithë të shajnë në Gjakoqo, i thoshe. Se ti e aju që e vure atë, thoshe. Po nuk e vura unë, mordiale, thoshe, aju vu vetë. Mendimën e Jugoslavëve, pa aju vu vetë, nuk e vu mas njeri ka nete. Aju ishte zotë si e ti, që neve na beri qorë, edhe ashuta, edhe do li vetë në kryet. Kë ishte takimi me Koçotashkun që kam pasë. Ka aty shkuam në burgun e Spaqet, Minjer. Në Minjer ti jesh i lirë, është e vështirë, jo ti jesh i burgosur. Megjithatë, i shpëtuam vdekjes edhe aty, se rallë kishte ditë që mos vritësh njeri, apo mos sakatohesh njeri. Minjera të mesjetës, se aty kuptohesh, hynim neve që punonim synin të lirë. Në shqyqyr që i kishin vetë edhe mirëmbajtjen e minjerës edhe e banim për veten tonë, ta kishin më të sigurt kur hynin. Burgjet, zotë Engjëll, kudo janë të vështira, por burgjet komuniste në Shqipëri kanë qenë jashtëzakonisht në ekstrem shumë të këqij. A mundet të sillesh disa nga kujtimet tuaja, sigurisht me dhimbje, po do të ishte mirë për teleshikuesit? Po. Më falni se ndoshta ju lëndoj. E drejtë është, edhe lëndohemi se shumë a pak ajo ka zënë njësi, jo se kemi arruar ato vujtë se sarojnë kur, po ka zënë njësi farë kore edhe kështu po e ngacmojmë, po me gjithë edhe më mirë të ngacmojmë, se ta lejmë ashu pa e ngacmuar. Të them janë një që burgjet e komunizmit kanë qenë të mërshëm. Po ta marrësh që ka kënetat e Maliqit, që
kënetat e tërbufit, të karavastase, se të burkosurit i kanë bërë, të gjitha ato. Kanë qenë të mërshme, që ka Maliqi, unë kam pasër babanën në Maliqi, në burgun e Maliqit. Edhe, aq sa i vogël ishe, vinim që e takonim.